Banorët në Dobraçtëri janë pa energji elektrike prej 3 ditësh, një situatë shqetësuese që po rëndon jetën e përditshme të familjeve, ndërkohë që mungesa e reagimit nga OSHE ka përkeqësuar edhe më shumë situatën. Zona ndodhet shumë pranë qytetit dhe nuk është një zonë e izoluar, megjithatë në vitin 2026, banorët në Dobraçtëri jetojnë në kushte që i ngjajnë mes jetës. Zona ito halli kena dhe s'na vje kush mrapan. Ka vite shumë, po na jena bëhë si nuk përzihni që thoni thës pleshta bashk. E sa në konë kurkur se me gasa me bëhë proteste tonë. Vesh sa fillon shu, edhe në kjo se s'ka hirë, vesh sa lagën telat na drita s'kena. Si me kanë majt ku kam pa jetu e dikur në duce, dhe në shkret. Ma shumë kem pasë në duce e në rjollë se këto. A marë, është i si sa, që gjithë qa kem, tash edhe i fjemi, që janë frigorifere, gjithë qa prishet, as karikim, as me folë me rëpë që kem jashtë. Ne edhe frigorifere në prishim, dishen, sa do pak që kena frigorifera. Në bot pak kena, po një të bile qëket, ban 12.000 kile vish për punesh. Të rritit, qysh për gje, nuk ka hitë. Në kategorike as pak. As i përgjegjeve, kantonja në ka lypim, po nuk e gjajnë. Ta si bjenë mra pas qakur shkërë. Vinë, kalojnë, bojnë i gjio, ikun punë vetë, shumë është tiru, në tërmon, në vëshmesira. Pavarësisht shqetësimeve dhe ankesave të vazhdueshme, OSHE nuk ka dhënë asnjë përgjigje dhe nuk ka ofruar asnjë zgjidhje konkrete. Situata po bëhet gjithnjë më vështirë dhe alarmante për banorët, të cilët kërkojnë ndërhyrje urgjente.